Edhe në përshpia kur kom shku me vizitu, sepse ka pasur raste që personin fjallë që ka kërku me shku me taku, dikon 30 vite s'ka dole asnjëherë prej shtëpisë. Unë deri me tani që 6 vite e gjys, do më thonë një merë me persona me aftësi të kufizuar. Deri me tani kanë qenë, do më thonë, dikon mbi 600 përfitus që kanë marrë pajisje mjekësore. Fillim, të them të drejtën, ka qenë pak e vështirë, sepse pak edhe si popull jemi para gjykus, edhe deri të kuptojmë se me të vërtetë kemi seriozisht punën që e bojmë, fillimisht gjithmonë janë edhe ato paragjykimet. Përshëndetje të dashur të Kosova Infos, jemi në një ambient të hapur ku do të zhvillojmë një bisedë me një person i cili bën një punë shumë të madhe, plot 6 vite e gjys. Një punë me një kategori të njerëzve të cilët janë pothuajse një shumicë e tyre të lanë anash, për rrethana të ndryshme, ndoshta për shkak të gjendjes ekonomike, sociale dhe për shumë çështje të tjera. Për detaje do të flasim me shkurtën, e cila do të filloj një projekt të ri, sa i përket kësaj situate dhe kësaj kategorie, ku pas ndihmës që ka bërë deri tash, do të filloj edhe me një projekt të ri që t'ju dalë ndihmë kësaj kategorie. Se për kanë bëhet fjalë dhe çka do të flasim me shkurtë. Mirë se erdhe në Kosova Info, besoj se kjo orë do të zgjatë. Fillimisht. Faleminderit për ftesën, Emanuel, është kënaqësi ta kemi një intervistë së bashku. Shkurta, jeni në prag të fillimit të një projekti të ri, pa dashur të bisedoj për punën, sepse puna do të flet vetë dhe njerëzit besoj se e kanë pas plot 6 vite e gjys që keni aktivitet të bëshëm, thëmë ashtu, se përket kategorisë të njerëzve me aftësi të kufizuar. Keni bërë gjëra që si ka bërë asnjëri deri me tani. Por pa dashur të flas, ndoshta mbi kaq shkurta është mirë, por gjithë ata që na shikojnë ta thuash punën që bën. Shumë shkurt, pastaj do të dalim edhe tek projekti që do të fillon shumë shpejt. Unë deri me tani që 6 vite e gjys, do më thonë një merë me persona me aftësi të kufizuar. Deri me tani kanë qenë, do më thonë, dikon mbi 600 përfitus që kanë marrë pajisje mjekësore, sepse piknisën e kom fillu pikërisht prej shpërndarjes të pajisjeve mjekësore, si që janë karrocat, shëtitoret, batericat dhe pajisjet të ndryshme të cilat janë të nevojshme për këtë kategori. Piknisja, po ashtu ka qenë edhe prej profesionit tim, sepse unë me profesion jam artiste, dhe si fillim nuk kom qenë përkrahë as pak, as nga institucionet, po as nga donatorët e ndryshëm, si që kam tani. Fillimisht, do më thonë, kom shit piktura. Piktura nuk kom shit në emër të profesionit, po në emër të humanizmit, por në emër të profesionit. Edhe gjitha mjetët, do më thonë, që i kom mbledhen, gjithmonë kom tentu pe gjanave shumë të vogla simbolike, do më thonë, i kom pagu dreka, darka dhe dhurata të vogla simbolike, sepse ne gjithë e dim që arti në Kosovë nuk është ata që i vlerësum, edhe nuk kom mujtë ndoshta shifrat më dhaja me mbledh pe profesionit cilën unë e kom kry këto në Prishtinë. Kështu që pas 5 viteve kom fillu me pas përkraje pak ma shumë prej donatorëve, kom fillu me aktivitete kulturore, me aktivitete sportive, me ndihma humanitare, po ashtu edhe me ekskurzione. Tash mendoj ta kem edhe një projekt për cilin unë me të vërtetë kom pas ëndër ta bëj një diçka në realitet, mirë po i falenderona Zotit që dita ditës po i afrohem afër një projekti të tillë, të cilin mendoj ta realizoj. Në këtë projekt tentoj t'i nisëm për gjanave bazike elementare, për shkak provojës që kom ndërtu deri më tani, dhe për shumë familje që kom shku, e kom pa që banjët nuk i kanë të rregulluara sipas nevojave të tyre që ju duhet kërkohet. Po, siç kërkohet. Kështu që projekti është i gatshëm, edhe mendoj, domethënë pikë parit filloj me rregullu banjët,
rampat, po ashtu edhe dhurimin e karrocave, qoftë elektrike, qoftë manuale, pastaj edhe me pjesën e interierit. Sepse këto gjana janë shumë nevojë, në Kosovë janë mbi 100.000 me aftësitë kufizume sipas statistikës, edhe shumë pak shtëpi janë të ndërtuara sipas specifikave që kërkohet që një person me aftësitë kufizume të ketë qasje të lirshme. Kështu që unë du me startu projektin me diçka që është elementare, bazike, po ashtu dhe shumë e nevojshme. Sepse në realitet karroca është sfidë e madhe, qoftë për ato të cilin ndodhet në karrocë, qoftë për prindërin që përkujdeset për personin të cilin Zoti ka sprovu me qenë atë gjendje. Kështu që qëllimi jam është sado pak që është e mundshme përmes ndihmës së qytetarëve që kanë mundësi më na ndihmu nëse realizohet ky projekt, m'ja u lehtësu jetën që ballafaqon jetën e përditshme. Atëherë projekti do të fillon shumë shpejt, do të prezantojnë gjitha ato projekte, gjitha ato nevoja që i kanë, pastaj edhe do të pritet që njerëzit t'i përkrojnë dhe t'i financojnë rastet e cilat do t'i paraqitni para kamerave. Në mënyrë transparente. Si e keni parapo, do të thotë, gjithë këtë mundësi për ta bërë këtë projekt realitet, se mundësit janë kanë herë shumë të vështira, pastaj njerëzit ngurrojnë, pastaj njerëzit shohin se ku pi shkojnë mjetet e tyre, duke pas parasysh se kemi pasur shumë keqpërdorime, kemi pasur shumë njerëz të cilët në emër të humanizmit kanë bërë gjithçka, edhe pse puna juaj është demonstruar dhe ka qenë transparente që për ditës parë, por na thuaj pak a shumë edhe për gjithë ata që na shikojnë dhe ndëgjojnë këtë emision, si do të funksionojë projekti? Pikës pari kisha dashur m'ju falendëruj juve, Emanuel, që ma keni dhënë një mundësi të tillë, e cila është një mundësi shumë e shenjtë për mua, sepse dora për këtë dorë ka nevojë gjithmonë, edhe unë jam shumë mirënjohëse prej anës juve si portal shumë i fuqishëm, cilit keni një shkushmëri shumë të madhe. Ju falenderoj shumë mas pari për krajën prej anës juve. E dyta, unë do të vazhdoj në mënyrë transparente që t'jem edhe me publikun edhe me donatorët që me ditë mjetet se ku përshkojnë. Pikës pari do të bëhen videot paraprake, do më thonë si qka që e në gjendja, si që është, e pastaj edhe ndryshime që do t'i sillim me ndihmën e donatorëve që do të na ndihmojnë, sepse na kemi nevojë shumë për ndihmën e donatorëve dhe Zoti këtë qëllim për cilin është dëshimtar, Zoti aty koshin fal. Besoj që ka marrë dita që kemi me pas edhe përkraje, edhe pse si që cekët edhe më herët që ka pas shumë keqpërdorime, mirë po unë menoj edhe besoj që Zoti vënon po nuk harron, kur je njeri i drejtë, kur je njeri i sinqert, edhe punon punën hakikat me mishëm e shpirt, besoj që herët avon njeriu shpërblehet. Sepse unë për më ardhur deri këtu për me nis një projekt të tillë, them të drejtën kom prit 6 vite gjys. Se ndoshta kom pas edhe mundësi të tilla, mirë po nuk kom qenë e gatshme me pranu çka do. Sepse jo çdo herë çdo njeri që kemi taku na ka ofruar qëllime të mira. Kështu që unë falenderoj Zotit e njëri sikur jo që po ma jepin një shtytje shumë të madhe, e cila besoj që ka me qenë një rrugdalje për gjithë nevojtarët që kanë nevojë, sidomos Kosovë që është një numër shumë i madh. E ju miq të dashur, gjitha këto pamje që po i shihni gjatë kohës apo flasim ne janë aktivitetet e shkurtës, e cila i ka bën ndër vite. Gjitha këto aktivitete, rekreacion dhe gjërat e cilat i ka projektu në kokën e vet, i ka realizu me këta njerëz të cilët ndoshta nuk kanë dalë asnjëherë nga shtëpia atyre, por kanë pas nevojë çdo herë që dikush tjetë mbështet pas familjarëve të tyre, sepse siç e tha edhe shkurta më herët, ka njerëz të cilët janë të mbyllur dhe prindja nuk kanë mundësi ndoshta dalin dhe të plotësojnë dëshirat e tyre. Se këto aktivitete që po i shfaqim në ekran janë puna e juaj që e keni bërë sa është e vështirë shkurte, pasi mos ta zgjatëm edhe shumë, se ishte, si thojnë, çështja tek projekti do të shfaqem pastaj gjitha ato tjerat, por sa ishte e vështirë për në këtë kategori. E vështirë nuk ka kur është vullneti, por edhe muskulatura jo të bëhë ma fuqishme se e imja. Fillim, të them të drejtën, ka qenë pak e vështirë, sepse pak edhe si popull jemi paragjykues, edhe deri të kuptojmë se me të vërtetë kemi seriozisht punën që e bojmë, fillimisht gjithmonë janë edhe ato paragjykimet. Mirë po kur e ki dëshirën e flakt, mendoj që ndër vitesh mundesh me edhe me dëshmu punën që e kishëm seriozisht. Sa i përket vështirësive, të them të drejtën, kom pas shumë vështirësi.
do të ceko disa me të cilat unë jam has gjatë rrugtimit tim. Për shembull pjesa e zyrës, para 2 viteve, dikon 53 takimi kom bo edhe kom marrë 53 refuzime. Në Ministrinë e Kulturës, domethënë 5 vite rregullisht kom apliku. Brenda këtyre 5 viteve, vetëm një projekt në vlerë 2300 euro kom qenë përkrahën. Plus të pas parasysh që unë kom kry fakultetin e artit, jam e specializuar në këtë fushë, i kom dikon 100 pjesëmarrje Kosovë, Shqipni, Magjni, dhe prapë s'kam mjaftu as CV-ja, as fakulteti, as kategoria me cilën merrem, nuk e kanë marrë parasysh që të kom pas domethënë refuzime të shumta tek institucionet. Pastaj edhe tek njerëzit cilët unë i kom taku, jo çdo herë kanë qenë me qëllime të mira. Dhe në fillim them të drejtën kom pas vështirë me ditë edhe me bo prezantimin, me ditë edhe me selektu njerëzit cilët me të vërtetë kanë seriozisht humanizmin, sepse në ballë kërkuna nuk i shkruan me çfarë qëllime të afroni njëri, mirë po ajo shihet domethënë me kalimin e kohës. Mirë po dhe paragjykimet domethënë kanë qenë të shumta, një prej tyre ka qenë edhe diskriminimi gjinor. Shumicën e rasteve më kanë thonë ti je femën, ti kimu feju, kimu martu herët, edhe kjo është një punë që lyp shumë angazhim, mandej edhe kontakti shumicën e rasteve është edhe me gjinin mashkullore, edhe ndoshta për shembull marr puna fesës, martesës është problem edhe me gjetë një person që ta kupton edhe këtë pjesën e punës. E kështu që e kom pas domethënë diskriminimin gjinor, gjithmonë të thonë kjo është punë për burra, nuk është punë për gra, mirë po na e kemi një shembull, që është nëna Tereza, që ka pushtu gjithë botën, për shembull i gjithë njerëzimit, kështu që dhe ajo ka qenë një grua, mirë po është shembull mbar botës. Unë mendoj që humanizmi nuk do të me pas asnjëherë diskriminim gjinor, aty mjafton të jetë vullneti mirë, të jetë guximi, të jetë qëllimi mirë, të jetë transparenta, me donator, me shtet, edhe me çdo që është nevoja. Kështu që vështirësitë kanë qenë shumëta, edhe në shtëpia kur kom shku me vizitu, sepse ka pasur raste që personin fjalë që ka kërku me shku me taku, dikon 30 vite s'ka dal asnjëherë prej shtëpisë. Edhe momentin që kom shku në shtëpi, nana e personit fjalë direkt më ka drejtu, më fal zonjush për çka jeni ardhur në shtëpi. Ajo nuk e ka ditë që djali vet ka insistu shumë për me shkuën me taku. Edhe momentin që më shku me taku, halo pa unë përshëndet. Domethënë pikë parë ka marrë domethënë bluzën, e ka përvjel edhe ma ka tregu lëkurën. Ka thonë që lëkura jam është e bardhë si bora. Unë s'kom arrit brenda 30 viteve asnjëherë me dalë prej shtëpisë, dhe s'kom arrit asnjëherë me marrë as vitaminën D. Domethënë se 30 vite ka qëndruar i mbyllur brenda 4 mureve. Kjo është një dhunë shpirtnore, cilën e përjetojnë shumë persona me aftësi të kufizume, që mendoj që edhe shteti ose shoqata duhet me marrë iniciativa të tilla, që mos më bëjnë një dhunë shpirtnore, sepse edhe ata duhet të trajtohen të barabartë si gjithë të tjerët, dhe nuk duhet më mbyll në 4 mure, sepse sipas meje drejtësia ndahet kur vendos gishtin tru dhe dorën zemër. Në diçka që ty nuk takona për veti, më ta bëj dikush, është mirë edhe ti mos m'ia bëj dikona tjetër. Kështu që unë mendoj që kjo kategori janë enjoy, janë shumë të pastërt, edhe Zoti ka caktuar që ata me qenë në këtë gjendje, sepse ata janë sprovë për neve, edhe janë komplet pafajshëm. Edhe mendoj që iniciativa të tilla duhet më ndërmerr edhe nga shteti, edhe nga shoqatat, po edhe misione të tilla, siç do të nisim ne në një projekt të tillë, me ndihmën tonë dhe televizion, portalin tuaj, që ti eliminojmë këto dukuri negative, cilat janë shumë të dëmshme për shoqërinë tonë. Me së dashur ju do të shihni gjitha ato ingjizimet të cilat do të bëndë, do të bindeni vetë se vërtet është një gjendje mjerueshme, por vullneti shumë i madh i Shkurtës na ka bindë edhe neve si portal që ta përkrojmë dhe ta mbështesim në këtë projekt, që t'ju ndihmojmë dhe t'i përkrojmë një kategori e cila ka nevojë shumë të madhe. Shkurta, faleminderit shumë edhe një herë, shpresoj t'ju ecë mbar ky projekt dhe të arrini qëllimin që t'i ndihmoni këtë kategori të njerëzve. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe mundësinë. Shpresoj që të kemi përkraje nga donatorët, që të kemi mundësi të realizojmë këto projekte, cilat ju do t'i shihni që me të vërtet kjo kategori është shumë e lëndë anash edhe ka nevojë për përkrajen e juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.